Kjo shtëpi është në pronësi të Sulejman Gashit nga Prishtina. Ka një arkitekturë të veçantë me këndë të shumta. Kjo shtëpi me rreth 250 metra katror është ngjyrosur me të verdhë dhe të hirt. Ajo që të bie në sy para se të hysh në këtë shtëpi është muri ndarës mes oborrit të saj dhe rrugës. Ky mur është i punuar me hekur dhe gur dekorativ. Ndërsa duke u afruar pranë shtëpisë të bie në sy kjo orë, të cilën pronari e ka vendosur te dera hyrëse në oborrin e shtëpisë së tij. Kjo shtëpi ka edhe 2 taraca, njëra prej tyre është më e madhe, prandaj gjatë ditëve të ngrohta është edhe një ambient mjaft i përshtatshëm për qëndrim ditor. Por kjo nuk është hapësira vetme për qëndrim ditor në këtë shtëpi. Në kuadër të kësaj shtëpie është edhe një kopsht, i cili ka një hapësirë dhe gjelbrim të mjaftueshëm për të kaluar një kohë të këndshme në të. Ndërsa ky limon, i cili tashmë ka të gatshëm frutat e tij për shfrytëzim, është një nga bimet për të cilën pronarët kujdesen më së shumti. Nga ky ambient i jashtëm i shtëpisë, kalojmë në pjesën e brendshme, ku sapo të hysh në korridorin e saj, do të bie në sy një piano dhe një flaut. Ndërsa mureve janë të vendosura disa papirus nga Egjipti. E dhoma e ditës është ndarë në 2 pjesë përmes një komodine. Të ndalemi te hapësira ku kjo familje e shfrytëzon më shumë. Aty janë të vendosura mobilje të lëkurës me ngjyrë të zezë. Këto mobilje janë të prodhuara në Malajzi. Përballë tyre në një komodinë me ngjyrë të bardhë dhe kafeje është i vendosur televizori. Në këtë pjesë mund të shohësh edhe suvenir të ndryshëm, shumica prej të cilëve janë të ardhura nga kontinenti afrikan. Ndërsa ato që të bie në sy janë edhe këto trithika të cilat janë të blera në Nepal. Ndërsa kjo që duket si pikturë me ndriçim, faktikisht është aparat klimatizues i blerë në Greqi.
por për të pas një ambient më të ngrohtë familjar, pavarësisht se nxemja qendrore është e vendosur në këtë shtëpi, pronari i shtëpisë ka vendosur të vendosë edhe një kamin. Hapësira ku është i vendosur kamini është e punuar me granit. E një karakteristik tjetër në këtë shtëpi e përbën ndriçimi me neon. Që kjo familje është për kujdes për çdo detaj, tregon edhe kjo orë e vendosur në llampat ndarëse në mes të dy hapësirave të dhomës së ditës. Tani kalojmë nga hapësira me mobilje të zeza te hapësira ku mobiljet kanë ngjyrë krem. Këto mobilje me material mikrofiber janë prodhim italian. Kjo hapësirë qëllimisht nuk është ngarkuar shumë, aty nuk do të shohësh asgjë tjetër përveç këtyre qirinjeve të vendosur në tavolinë, këtyre luleve orhidea dhe kësaj llampe për ndriçim. E menjëherë pranë kësaj hapësire është e vendosur edhe trapezaria. Kjo tavolinë e bukës është e punuar me dru dhe është prodhim vendor. Trapezaria qëllimisht është vendosur në këtë hapësirë ku dritarët janë mjaft të mëdha që përveç ndriçimit natyror të mundson edhe një pamje shumë të mirë në kopshtin e kësaj shtëpie. Në këtë hapësirë prej rreth 70 metra shkatror është e vendosur edhe kuzhina. Mirë po, para se të kalojmë në kuzhinë, na ra në sy mënyra se si është shfrytzuar banaku i saj. Djali i pronarit të shtëpisë ka vendosur Xboxin e tij, i cili më shtyu edhe mua të luaj një lojë në të. E kuzhina është e punuar me dru i cili është kombinuar me kuarc. Kjo kuzhinë digjitale ka ngjyrë kafeje të mbyllt dhe është prodhim italian. Kaq sa i përket hapësirës për qëndrim ditor të shtëpisë të familjes Gashi, ndërsa tani vazhdojmë për në dhomat e gjumit. Kjo shtëpi ka 5 dhoma të gjumit. Kjo është dhoma e vajzës së vogël, e cila posedon edhe një bibliotekë të vogël. Ndërsa në katin e dytë është dhoma e djalit të kësaj familje, ku sa po ta shohësh nga jashtë vërehet që është një dhomë djali, jo për shkak të ngjyrave, por edhe për shkak të kësaj shpate të cilën ai e ka sjell nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa vajza e madhe ka zgjedhur ngjyrën portokalli për mobiljet e saj dhe duket se i ruan me nostalgji edhe kukullat e fëmirisë. E dhoma e pronarit të kësaj shtëpie është edhe dhoma më e madhe në këtë shtëpi. Këtu ai ka përzgjedhur të ketë ngjyra më të errta ku dominon kafeja. Megjithatë, për të thyer këto ngjyra, Ormanin e ka kombinim të ngjyrës kafe dhe asaj të bardhë. Të gjitha mobiljet në dhomat e gjumit në këtë shtëpi janë prodhim gjerman, ndërsa kjo dhomë po ashtu ka dalje në tarac. Kjo ishte shtëpia e Sulejman Gashit në Prishtinë.
shpresojmë që nga këto që keni parë gjatë këtij reportazhi të keni marrë ndonjë ide edhe për shtëpinë tuaj.